vlogun e ri nga Finlanda. Kemi ardhur në shtëpi, sot është dita e tretë e jona. Kemi pasur vetëm shi, sot na ka dalë dielli, sot që të dalu me Ariltën, na ka dalë dielli. Jam zgjuar nga ora 9, më duket ishte, apo 10, më duket se ishte 10. Po fledhe këtë javë, se javën tjetër fillon kursi, edhe e dini pastaj rutinën time që në 6:30, dhe do më mëngoj ky gjumi. Do bëhem gati tani, hëngra mëngjesin, jam duke pjekur bukën, do edhe një çare kore dhe do e fik. Gjesi është në gjumë, është super i lodhur i shkreti, filloi dhe punën dje, edhe pak nga pushimet, pak që filloi dhe punën, edhe ndjehet shumë i lodhur. Ne do shkojmë tek ajo që në tregtare Sello, ku kemi dhe feedën, dhe të shikojmë tek ato gjërat e përdorura. Do bëhem gati tani, flokët e mia janë të lara, por kanë marrë çik si për kot, dhe harrova të përdorja atë gjën që bleva nga Primarku, që s'ja u tregova. Po më duket se e kam këtu. Po, një sekond. Kur ishim në Spanjë, në Barcelonë, bleva te Primarku këtë gjën, që harrova që e kam blerë edhe doja ta përdorja, por do e përdor përpara se të ikim kurs. Një natë para, do t'i laj flokët prap, edhe do t'i bëj. Shikojmë tani si do na dalin. Mua më mbajnë ondet, kështu që se si do dalin mirë. Plani për sot është, thash të hapja vlogun, të bëj këtë javë që jam e lirë, edhe pse nga fundi java duhet i përsëris ato mësimet që kemi bërë, se më duket sikur i kam harruar që të gjitha, edhe sikur s'mbaj mend asnjë lloj gjëje. Shtëpinë e kisha lënë të pastër, të rregullt, të pastruar, dhe asnjë pikë tym nuk ishte rënë, asnjë pikë pluhur, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Më kanë ardhur 2 pako super të mëdhaja, njërën e tërhoqa partje, njërën ma kishte marrë vllai i Xhesit, edhe është nga bashkëpunimi im më i ri me Temon. Kam marrë pafund gjëra për shtëpinë, sepse tematika e bashkëpunimit ton, duke qenë se është për Instagramin, po edhe këtu në YouTube ju e keni parë që është receta, pastrime, dekorime. Edhe në Instagram ashtu e kam ndërtuar pothuajse vlogun atje. Edhe të gjitha gjërat që kam marrë janë për shtëpinë, për kuzhinën, për dekor, për balkonin që kam marrë për kot. Janë bërë domatet o sot i madh, dhe do t'rregoj pastaj. Vetëm domate që s'bëhen këtu, se s'ka pasur diell fare. Ndryshe nga viti kaluar që e kishim korrikun me diell, këtë vit s'ka pas diell fare, me aq sa na than njerëzit që kanë qenë këtu. Edhe kështu, do i diskutojmë të gjitha, do ja tregoj të gjitha kur të kthehem, prandaj tani po vazhdoj të bëhem gati, edhe çdo gjë e tregojmë avash gjatë këtij vlogut. Like a dream. Springtime. Like a dream. Sa buka? Unë e mbylla për këtë vit. Në shtëpi është ora një 5 mbas ditës, edhe nuk e kemi kuptuar fare kohën si na ka kaluar. Ulëm në një kafe, morëm ja 2 gjëra që na duheshin dhe jemi kënaqur me muhabet. Tani, u futa te HM-ja, derisa prite që të vinte Arilda, edhe ishte shumë ulje. Më pëlqeu një set për Jorganin, dhe klëf për Jorganin, edhe klëfe për jastëkun, por nuk e mora. Ishte bërë në fakt me shumë ulje, ishte masi e madhe për masa të mëdhaja, edhe nga 70 ishin bërë 25 euro. Kishte ngjyrë kafe, ngjyrat e tokës, kishte edhe nësi në vishnjë, por unë mendoj për Christmas, për Krishtlindje, kështu që nuk e mora.
Sepse them që ne nuk I përdorim fare jorganin në shtëpi, nga që është shumë vend I ngrohtë, do të thënë shtëpia është e ngrohtë dhe nuk I përdorim jorganët, edhe kam disa klëfe që s'po I përdor fare, sepse përdorim vetëm batanie. Mora këto dy qerin, një e mora rajt, një e mora për vete, se e di që ajo I ka qef, edhe ja mora të njëjtin aromë siç e zgjodha për vete. Ishin bërë 2 euro, por në momentin që I pagova vetëm 3 euro të dyja. Unë në shtëpi nuk kam nga këto qirin, që kam vetëm një, por që nuk mban aromë fare. Dhe doja një që ta mbaj tek dhoma ime dhe kur bëja ato punët ose kështu në përditshmëri, ta ndez edhe të marri aromë të mirë. Do marr dhe një tjetër, me një aromë tjetër, me një aromë tjetër ta quaj por herë tjetër kur të shkoj. Këtë herë mora këto të dyja, është me këtë shijen, me këtë aromën, dhe më pëlqejnë shumë qirin që vinë si era dru. Morëm këto të dyja. Më pas në supermarket më mungonte një mask flokësh, nuk jam sa herë që më mbarojnë e ndroj, marrë të ndryshme, dhe mora këtë nga Garnieri, Fructis, që është me keratin, edhe është vegane, smoothie nga argan oil, edhe është për flokë të thatë si të mijat, edhe për flokë që elektrizohen. Mbante një aromë shumë të mirë, si një aromë pastërtie, dhe më pëlqeu. Ta provojmë herën tjetër. Unë në fakt, përpara se të vija për në Finland, I lyeva flokët në ngjyrën time, I preva, edhe pse vetëm majat, se nuk doja t'i shkurtoja shumë se më pëlqejnë. Edhe gjithashtu ajo parukjerja më aplikoi një ampull që të më rigjeneroj majat e mia, të cilat janë dëmtuar shumë nga dekolorusi I herëve të fundit që unë kam bërë flokët, edhe që mi ka dëmtuar shumë. Edhe këtë herë që I lava flokët kur erdha në Finland pardje, nuk isha mask flokësh, edhe e kam larë vetëm me shampon. Në fund e kam bërë me atë maskën e kerastases që është pas dushit, gjithashtu edhe me një vaj, që është hera e dytë që e përdor, është një vaj nga Sajos, shumë I mirë për flokun, më ka pëlqyer shumë. Do e provoj edhe disa herë të tjera dhe do ju them nëse bën apo jo, po deri tani më ka pëlqyer shumë. Gjithashtu kam edhe disa produkte të reja që dua t'ja u tregoj kur të bëjmë skincare në darkë, disa gjëra të reja që un kam marrë për fytyrën, disa gjëra, një krem të ri për fytyrën, edhe këto të flokut që dua t'ja u tregoj. Mora një çokoladë gjasme dark chocolate, po e kishte 46% e kakaos. Dua që të bëj një kek të shëndetshëm me çokoladë të zezë. Gjithashtu mora edhe farakia. Unë kam shumë qef atë budingun që bëj me farakia. Më kishte mbaruar, kjo ka 600 gram, janë organike, edhe kushtonin pak to, më duket bëni një 7-8 euro, por e mora sepse ka goxha, edhe unë I çoj shumë kohë. Këto ishin të gjitha. Kemi për të treguar edhe 2 pakull super të mdhaja të Temu. Po I marr tani edhe po ja u tregoj. Si kjo qese e madhe, është edhe një tjetër. Këtu në dorë kam 2 gjëra që I kam lënë kështu nga sipër. Gjëja e parë, po si kur të ulem aty në tokë, edhe t'ja u tregoj, se këtu në këmbë s'do jem shumë kohë. Fillojmë me Temu Haul. Këtë bashkëpunimin e kam për Instagramin, por pse jo mos t'ja u tregoj edhe juve këtu, sepse e di që ju pëlqejnë gjërat e shtëpisë. Gjëja e parë që kam zgjedhur është ky vacuum cleaner. Tani që po lexoj që nga për makinë, por mund ta përdorni për hapësira të ndryshme në shtëpi, për cepa të ndryshme. Nuk e kam hapur kutinë sepse duhet që t'i bëj video. Edhe mund të më ndiqni në Instagramin tim që të shikoni reelsat që do përgatis për këto produkte që unë kam marrë. Më ka bërë çudi sepse më kanë ardhur në cilësi shumë të mirë, nuk e di, ndryshe nga ato që I blejmë kur I paguajmë vetë, më kanë ardhur në një cilësi që s'kan ardhur asnjëherë. Mora këtë vacuum cleaner, që mezi pres ta provoj. Kam këtë kutinë tjetër. Këto më pëlqejnë super shumë. Unë kam një dëras për të prerë perimet që ma kanë prishur
më përpara Gjesi bashkë me vllajën e vet, ma kanë djegur edhe e kam përdorur këto kohë, por kam dash gjithmonë që të blej një tjetër edhe porosita këto të dyja në forma të ndryshme. Është dru dhe shikoni pak se sa të bukura janë. Këto unë sigurisht s'do t'i përdor për të prerë në një gjë, do t'i përdor për të vendosur djathra, ato prosciutrat, gjëra të tilla, e keni parasysh. Shikoni pak se sa të mira që janë. Vazhdojmë në gjërat e tjera. Do ja tregoj shpejt e shpejt që mos zgjatem shumë. Kam marrë një smoothie maker, si mund ta quajmë ndryshe. Po, për të bërë smoothie, sepse nuk e kam një në shtëpi dhe mezi pres ta provoj këtë dhe nuk e di sa fuqi do ketë dhe a do mund të bëj smoothie, po besoj se është e mirë, sepse e kam parë edhe në TikTok që i përdorin, edhe i bëjnë goxha mirë. Për të bërë smoothie, besoj se janë në rregull ose për të bërë salca të ndryshme. Tani unë aq zjatem se jo tregoj dhe se si për çfarë i përdorin. Kam marrë një gjë bambuje si rrjet, sepse dua që të var qepët, patatet, hudhrat, t'i vendos te balkoni, te nga to ganxhat që janë sipër, edhe t'i var aty qepët dhe patatet. Do ta bëjmë pastaj reelsin e parë. Do rregullojmë balkonin dhe dua ta bëj edhe për bashkëpunimin, të përdor të gjitha këto produkte që un kam marrë për balkonin. Kam marrë një klëf jastëku, po na vjen vjesht miq, edhe un po mendoj që tani me këto motivet kështu si jeshile e errët, nuk e di a do t'i bëj jastëku tim, por besoj se e kam marrë mirë me përmarsat, si ka 45 me 45, se ti. Kam marrë këto si qirin falco, që janë me bateri nga poshtë, edhe do t'i vëm anë mban balkonit, edhe besoj se do duken bukur. Kam marrë për bukën me tharm këtë shportë, që jep formën dhe e lë në frigorifer. Unë bëra bukë sot, kështu që se përdora. Kam marrë një kështu shtypse për hudhrën. Na duhen këto, edhe duket material shumë i mirë, është kështu metal. Këtu te kjo gjëja kam marrë dy vazo qelçi që mban vajin. Si ajo që kam pasur, po që e prishëm, dy copë, një për vaj normal dhe një për vaj ulliri. Janë shumë të lezetshme dhe këto dhe praktike, janë edhe xham. Dhe kur janë xham, është gjë e mirë. Kam marrë dy klëfe jastëkësh, që jeni pak sa të bukura, por këto i hapa dhe ishin të përmasës ati jastëku që nga vënë në balkon që është i gjatë. Dhe besoj se do t'i bëj, por më duhet edhe jastëk tjetër që t'i bëj dy. Besoj se te jys ku janë akoma ullit edhe mund gjeni një jastëk të lirë nga ato të veçlit. Një gjë që më pëlqeu shumë janë këto matëset e miellit, sheqer, të vaniljeve, janë golt edhe me pishtat në ngjyrë druri. Këto më pëlqejnë shumë dhe pas ka goxha. Kam marrë organizuese për frigoriferin. Kjo në fakt janë për salsat që mbahen te dera e frigoriferit, që vëm ketchupin, majonezën, gjëra të ndryshme, i vendosëm te këto. Shpresoj që t'i bëj frigoriferit, sepse në fakt mund t'i vendosësh për si gjëri, që mos t'i vendosësh në këtë mënyrë për si gjatë, që ta nxej. Kam marrë këto organizuset, për këto në fakt i mora për frutat e thata. Janë plastike, në fakt i prisja xhamin, por janë plastike dhe kanë këto kapakët e drurit. Për këtë kam një ide tjetër, sepse kam marrë një drast që ta vendos te kolona këtu te kuzhina, edhe ti vendos të gjitha me radhë frutat e thata. Kam marrë këtë si tip tapeti për kuzhinë, jo për kuzhinë, për ta vendosur poshtë ekspresit, sepse i shkon pak ujë nga që është afër me lavamanin, dhe i kam marrë me këto tonalitetet e ngjyrave që të shkojë edhe me vibe-in e kuzhinës. Këtu kam marrë një nga këto lugat e drurit, ku mund të vendosësh lugën kur gatuan. Nuk e kishim jetë të tillë edhe e mora. Kam edhe një gjë tjetër këtu edhe do marrim pakon tjetër. Vazhdojmë me pakon e dytë. Po ju tregoj këtë që e kam hapur dhe e kam përdorur. Është një peshore për njerëz, jo për kuzhinën. Thash ta merja një, ta kem, po më keq qënga sepse një më dy hypën sipër edhe peshohesh. Kam marrë këtë gjën,
që nuk e di si quhet, organizuese, dhe dua ta përdor për kapakët e tenxhereve. Kam parë në fakt edhe një video në Instagram që i vendos edhe peshqirët e kuzhinës edhe ngjante shumë bukur dhe të organizuara. Kam marrë gjithashtu organizuese për poshtë lavamanit që të vendos detergjentët këtu te kuzhina, edhe gjithashtu këtë kontejnerin e bambus, dhe këtë mendoj ta mbaj te kuzhina sepse ka edhe këtë lugën e vogël dhe të vendos krip. Të vendos krip ose krip Himalaje edhe ta kemi në kuzhinë sepse është shumë e bukur. Kam marrë këtë gjën që është për kur bën bukën, edhe e vendos bukën këtu sipër dhe fut brenda tek tenxherja e gizës që e pjek edhe nuk digjet, do më thënë nuk përdor letër fure, po përdor këtë gjën këtu. Kam marrë dhe një gjë shumë të vockël, që do doja të kishte edhe në mallësi të madhe, por nuk më doli dhe mora këtë gjën këtu. Për shembull, kur organizojmë në një breakfast ose brunch në shtëpi, mund të vendosim këtu brenda një katrore gjalp, edhe këtë sipër, edhe shikoni pak se sa e bukur. Është xham dhe kjo pjesa është druri. Shumë e mirë, më kanë dalë në cilësi shumë të mirë dhe më kanë pëlqyer deri tani. Mezi pres tani t'i përdor, t'i laj dhe t'i përdor, po i kam lënë aty sepse duhet të përgatis kontent. Dhe sot është dita e kontentit, se e kemi dhe me diell dhe e kemi dritën në favor. Këtu që kam marrë? Këtu kam marrë për komedinën e dhomës së gjumit, komedinën e madhe, kam marrë për sirtarin e parë organizuese, janë disa nga këto në format të ndryshme për të vendosur naza, varse. Unë nuk kam shumë, se nuk jam shumë qeflije këtyre gjërave, por ato që kam do t'i organizoj dhe do t'i rregulloj bukur që t'jenë të tëra në vendin e tyre. Kam marrë një nga këto mbajtëset për farcoleta, e kam marrë të zezë me motivet e kafes. Kam marrë këtë gjën këtu për tek tualeti, në mënyrë që të vendos ato cotton pads që pastron fytyrën, t'je në vendin e tyre, edhe ka dhe këtë kapakun e drurit. Shumë e lezetshme ishte edhe kjo. Tjetër, u lodha duke folur. Këto janë mbajtëset e asaj atij raftit që kam marrë për te kuzhina. Janë druri. Një zgjedhje e zgjuar, sepse gjithmonë e kam pas problem këtë pjesën që poshtë lavamanit, fusja qeset që na ngelshin nga ushqimet që blenim, sepse hyn në punë, edhe gjithmonë bëhej rrëmuj. Dhe unë mora këtë gjën këtu, që është me ngjica. I vendos të ngjicin këtu, edhe qëndron e ngjit, edhe këtu brenda mund të vendosësh qese, do ngjis 2 ose 1 nga mbrapa kuzhinës, nga dollapin brenda, edhe të fusim qeset që të organizohen. Mos i kemi rëmuj. Këtë e kam marrë për ta varur tek balkoni. Welcome to my secret garden. Edhe do shkojmë ato të tjera. Edhe gjëja e fundit është rafti. E kam marrë në një ngjyrë shumë të bukur, po në fakt edhe po mendojmë a duhet ta vendos te kuzhina apo jo, sepse do më bllokoj dollapin që të hapet. Mund ta vendos tek dhoma ime sipër komedinës së madhe dhe të vendos të një gjë të lezetshme, edhe të ngjaj bukur. T'japim çik jetë edhe dhomës së gjumit. Nuk e di, s'jam e sigurt ku do ta vendos. Ne nuk kemi asnjë trapan që ta shpojmë pjesën aty edhe ta vendosim, por do ta gjejmë dhe do ta rregullojmë. Këto ishin të gjitha, po i mbledh dhe kam për të përgatitur darkën, se unë vetë hëngra oriz që kishte ngelur, edhe do bëjmë organizimin dhe pastrimin e balkonit. Na pret një punë e madhe, sepse domatet time e mia jo që nuk janë bërë, por janë bërë sa unë në këmbë, jeshile, nuk kanë as lule, as kokra, as një lloj gjëje kot. Është e kot o njerëz të mbillen domate në Finland. Në këtë kohë që ne kemi, këtu nuk bëhet as një lloj gjëje. Vitin tjetër do mbjell vetëm lule, edhe të bie rehat. Se ndryshe nuk ka shanse, nuk bëhet asnjë gjë këtu. As edhe një lloj gjëje.
Ika tani, ti mbledh këto, edhe gjendja e tomateve është bërë një xhungull këtu. Nuk e di se si do t'ja bëj, do t'i pres. Do t'i lë të shkurtra, sa për bukuri, sa për jeshillik. Dhe gjendja e balkonit pas gati një muaj. Gati ta pastrojmë. Të paktën karafiti s'është fare keq, ka të reja. Do t'ja pres këto të thatat, edhe majdanozin e kemi mirë. E vadit atje dhe duket sikur po e merr pak veten. Tadam! E përfundova dhe balkonin më në fund. Shihoni pak sa e bukur kjo. E varet e ky hekuri që kemi këtu, se s'kisha ku e varja tjetër. Pa shikoni pak sa bukur ngjajnë patatet, qepët dhe hudhrat. Shihoni? Vara edhe këtë drasën tjetër. Welcome to my secret garden. U bën të treja bashkë, rregullova pak edhe të vazon. Edhe klëfi i jastëkut duket kështu. Shikoni sa e bukur. Edhe material shumë i butë i mirë dhe me ngjyrat e tokës. Këtu vendosa të dyja lulet, do të thënë majdanozin dhe lulet, dhe qirinjt, të cilët janë fake, por me ndriçim. Shihoni pak se sa bukur ngjan. Mezi pres të erësohet tani, që erësohet shumë vonë këtu, për të parë se si duken qirinjt e ndezur. Ishte rënë shumë pluhur edhe unë nuk kam bërë akoma asnjë gjë. Mbarova balkonin, e sistemova, u lava dhe vet, edhe tani do bëjmë darkën. Pash një recetë në TikTok, nuk e di po për ditë të gatuash, është një hall i madh, nuk di se çfarë të bësh. Do bëj një recetë me patate dhe me qofte. Do krijoj qoftet siç i bëjmë gjithmonë. Patate do t'i pres kështu siç është patatja, në trashësi mesatare. Dhe do t'i vendos me radhë, do ja tregoj dhe juve se si do ta bëj. Do t'i përgatisim edhe një si lloj salce që do t'ja hedh në sipër. Edhe kjo do jetë darka jon. Shpresoj të më ngeli edhe për nesër, që mos rri të gatuaj prap.
bëj ëmbëlsira, thash tani të përgatisim edhe një kek me çokoladë, me shurup çokolade. Receta ka shumë kalori, por tani një herë në kaq do bëjmë dhe një ëmbëlsirë. Në Shqipëri kur isha kam provuar vetëm tortën me petë dhe asnjë lloj ëmbëlsire tjetër përveç se në një molto. Për këtë recetë do të na duhen 250 ml ujë i nxehtë, na duhen gjithashtu 200 ml me vaj lule dielli, 3 kokra vezë, 60 gram kakao pluhur, duheshin 200 gram sheqer, por unë do shtoj 100 gram sheqer kaf, më që mos ta rëndoj shumë, duke qenë se do i hedhim dhe atë shurupin e çokoladës. Na duhet vanilje, baking powder, pak sodë buke, edhe 200 gram me miell. Gjithashtu, unë mendoj t'i shtoj edhe këtë budingun me kakao brenda në mikstur, sepse do t'i japi goxha shije. Tani, si çdo recetë që ka vezë, do fillojmë si fillim me përzierjen e vezëve me gjithë ingredientët e tjerë të lëngshëm dhe më pas do i shtoj miellin, kakaon edhe vaniljen me baking powderin dhe pak sodë buke.